Tirana u kthye për një ditë një event takimi liderëve europianë, një samit që në letër ngjante si ngjarje historike për vendin, por në realitet Shqipëria nuk ishte më shumë se një sfond i dekoruar mirë, një skemë protokollare ku të tjerët folën për sigurinë, luftën, krizën dhe të ardhmen e kontinentit, ndërsa ne u mjaftuam të jemi organizator të zellshëm, por pa zë dhe parol, përtej tapetit të kuq, fotove zyrtare dhe buzëqeshjeve të sforcuara, nuk pati asnjë përfitim konkret për Shqipërinë, asnjë projekt të ri, asnjë strategji rajonale që na përfshin, as ndonjë angazhim të qartë për reformat që na kërkohen, asnjë dokument, deklarat, asnjë iniciativë që të mbante emrin ton, dhe ajo që është më shqetësuese, asnjë zyrtar, asnjë institucion, asnjë ministër nuk e ndjeu për detyrë të komunikojë me qytetarët se çfarë do thotë ky samit për vendin ton, për sigurinë ton, për rrugën ton drejt Europës, ndërkohë që në mediat ndërkombëtare vlon debati mbi riformësimin e BE-s, Ukrainën, mungesën e qartësisë në marrëdhëniet me SBA-n, kërcënimet reale të sigurisë dhe fragmentimin politik të Ballkanit Perëndimor. Në Shqipëri lajmi kryesor ishin batutat e Ramës, atletet që kishte veshur, dhuratat për lider dhe video të stisura me inteligjencë artificiale, ndërkohë që në samit flitej për sfida historike, këtu pushtetin e mbajti spektakli mediatik. Ky është realiteti ynë. Një qeveri që ka ngritur një sistem propagandistik aq të përkryer sa arrin të paraqes çdo ngjarje ndërkombëtare si sukses të brendshëm dhe personal, edhe kur nuk ka asnjë përfitim për Shqipërinë. Gjithashtu, me një opozitë të përçartë dhe të vjetruar, që nuk guxon të analizojë thelbin, por vazhdon me avazin që ju vodhën votat, por diferenca ishte me 30 mandate në kuvend. Në samit Ballkani Perëndimor u përmend si shqetësim, por jo si prioritet. Shqipëria u përfshi në protokoll, por jo në përmbajtje, ndërsa rajoni përmbytet nga kriza politike, emigracion masiv, polarizim dhe mungesë reformash të thella. Tirana zyrtare u mjaftua të shijojë pushtetin dhe johonën në mediat e huaja. Në vend që t'jemi një faktor aktiv dhe pjesë thelbësore e zgjidhjeve për çështjet që na prekin, vjojmë të mbetemi një vend pasiv që pret zgjidhje të gatshme nga jashtë, pa marrë iniciativa reale apo përgjegjësi të brendshme për të ndikuar rrjedhën e zhvillimeve. Kemi krijuar një ndjenjë të rreme vetkënaqësie që mbështetet kryesisht në perceptimin ndërkombëtar për vendin, por në të vërtetë nuk arrim të prodhojmë përmbajtje domethënëse, vizion të qartë apo qëndrime të konsoliduara që do të jepnin peshë këtij imazhi. Ne ndodhemi fizikisht në tryezat ndërkombëtare dhe në zhvillimet rajonale, por mungesa e përfaqësimit efektiv dhe e pozicionimit të qartë na bën të padukshëm politikisht, pa ndikim real në proceset ku marrim pjesë. Por teksa bota po ndryshon me ritme të frikshme, pasi çdo kohë kemi luftra, kërcënime të reja për sigurinë dhe demokracinë, në Shqipëri ne kemi zhndërruar krizën në spektakël dhe spektaklin në stil qeveriseje. Në këtë samit u dëgjua Europa dhe hallet e saj. Shqipëria thjesht priti, përcolli buzëqeshi dhe më pas u vetlavdërua për mikpritjen.